Autoriteti për informim mbi dokumentet e irsigurimit të shtetit po vjon kërkimet për zbardhjen e fatit të viktimave të zhdukura gjatë regjimit komunist. Në kuadër të përgatitjeve për 28 gushtin, ditën ndërkombëtare të viktimave të zhdukjeve me forcë, një grup pune zhvilloi verifikime në terren në zonën e Shkelit në Malsinë e Madhe. Vizita u përqendrua në mbledhjen e informacioneve dhe verifikimin e vendodhjes së mundshme të eshtrave të Dom Nikol Gazullit, meshtari, studiuesit dhe gjuhëtarit të njohur shqiptar i ekzekutuar pa gjyq nga regjimi komunist në vitin 1946, eshtrat e të cilit vjojnë të jenë të pagjetura. Gjatë vizitës, grupi punës u takua me Dom Nikol Tomen, meshtari i kishës së Shënkollit, i cili prej vitesh ka mbledhur dëshmi për të dhëna historike mbi vendin ku mendohet se prehen eshtrat e Dom Nikol Gazullit. Ky informacion do shërbej si bazë për verifikimet e mëtejshme administrative dhe hetimet në terren. U inspektuan kisha e Shënkollit dhe zona Sterkuj Dedaj, ku dyshohet se mund të ndodhen eshtrat. Të gjitha të dhënat e mbledhura do të analizohen në funksion të identifikimit dhe shenjëzimit të vendvarrimeve të viktimave të komunizmit. Në përfundim të vizitës, përfaqësuesit e autoritetit u takuan edhe me kryetarin e shoqatës së ish të përndjekurve politik të Shkodrës Zenel Drangu. Në fokus të bisedës ishte përgatitja e ekspozitës së përhershme informuese, që do të inaugurohet në Shkodër me 28 gusht. Ekspozita do t'i kushtohet historisë së përsekutimit të klerit katolik dhe viktimave të regjimit komunist në qarkun e Shkodrës, me një vëmendje të veçantë për figurën e Dom Nikol Gazullit. Përveç dimensionit përkujtimor, ajo synon të shërbejë edhe si një hapësirë edukimi për brezët e rinj mbi të kaluaren dhe rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike.